Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Si të largoni gazdra dhe fryrjet e stomakut një herë për gjithmonë. E keni provuar që në disa raste mund të keni shqetësime, sidomos me fryrjet e barkut që krijojnë edhe gazdra. Jeni ulur në një karrige, në një divan ose kudo tjetër dhe stomaku fillon të bëjë zhurmë, pa u ndalur. Nuk jeni sigurt nëse çdo njeri që ke afër dëgjon zhurmën që krijon zorra, por nuk ka çfarë të bësh për ta eliminuar këtë gjendje. Është një nga situatat më të sikletshme nga të cilat mund të ndeshesh në publik, por çfarë duhet të bësh në këto raste për të evituar këto shqetësime? Fillimisht, ajo që është e sigurt është që fryrja e stomakut, por edhe zhurma që krijojnë në zorë, nuk është shenjë urie. Është thjesht një aktivitet normal tjetër. Nëse nuk të besohet, po është vetëm një mit që akoma besohet se, kur stomaku fillon të bëjë zhurmë, jeni të uritur. Zhurma që vjen nga stomaku në të vërtet është një sistem i shëndosh që funksionon me tretjen. Kombinimi i ushqimeve dhe lëngjeve që shtyhen në traktin e zorëve kalojnë përmes një procesi që quhet peristaltik. Mënyra e ushqyerjes nuk është diçka që mund të shmanget për këtë problem, por ka edhe të tjera. Për të evituar një gjë të tillë, mos konsumoni vakte të rënda. Kur ha shumë, sistemi i tretës lodhet ndaj edhe funksionet mund të jenë më të ngadalta duke i bërë gazdrat më të shpeshta. Hani ngadalë duke u përtypur. Gazdrat në stomak ndodhen edhe për shkak të ajrit që mblidhet gjatë procesit të shpejtë të ngrënies. Sa më shpejt që e çoni ushqimin në stomak, aq më shumë ajër thithet nga jashtë duke dëmtuar nga brenda. Nëse ha ngadalë dhe duhet të përtypesh, atëherë gazrat eliminohen ndjeshëm. Shmangni ushqimet që shkaktojnë gaz. Produktet ushqimore që shkaktojnë gazra duhet të eliminohen për shkak se shtojnë problemet me stomakun. Kështu që nëse ke të tilla probleme, shmangni ushqimet si djathi, qumshti, dardha, brokoli, fasulet, ushqimet e shpejta dhe pijet me gaz. Ecni disa minuta çdo ditë. Ecja ose ushtrime ndihmojnë shumë me tretje, ndaj edhe reduktojnë ndjeshëm problemet që mund t'i kanosen sistemit tuaj të stomakut. Nëse ndjeni vazhdimisht fryrje të stomakut tuaj, duhet të paraqiteni tek mjeku, pasi gazdrat mund të jenë gjithashtu edhe për shkak të problemeve që mund të keni me tretjen. Sigurisht që të paturit shpesh gazra është një problem i pakëndshëm, por mos u shqetësoni. Gazrat më së shpeshti mjekët i lidhin vazhdimisht me ushqimet që ju konsumoni. Mirë po, edhe stresi mund të jetë një shkaktar kryesor i problemeve të tilla, sepse ai është pasojë e sindromës nervoze dhe dhimbja mund të vazhdojë dhe lëvizjet e stomakut gjithashtu mund të jenë më të brishta. Gjithashtu, edhe trashja abdominale indirekt mund të ndikojë në shëndetin e fryrjes, për shkak se indet yndyrore në lëkurë si dhjami bëjnë trysni organeve përreth, si për shembull në lukth dhe në zorë, duke shkaktuar edhe probleme me tretjen. Vështirësia që organizmi manifeston në shpërbërjen e një sër ushqimesh të tilla si goditja e ajrit janë në dy ndër faktorët më të shpesh që çojnë në formimin e gazdrave në aparatin tretës. Gazrat mund të manifestohen nëpërmjet gromësimave ose çlirimeve ndërmjet rektumit pra zorës së trashë. Gazrat e stomakut janë ndër problemet e shpeshta prej të cilave vuan një pjesë e mirë e popullatës. Neglizhenca në trajtimin e tyre shpesh shfaqet në nivele të larta duke bërë që shumë persona të përballen me gjendje të parehatshme. Në këto kushte nuk duhet lënë anash marrja e kujdesit mjekësor të specializuar në rastet se sasia e gazdrave në aparatin tretës është më lart se më parë dhe mund të jetë e përsëritur. Është e rëndësishme që her pas here të konsultoheni me mjekun tuaj, nëse gazrat krijojnë gjithashtu edhe shqetësime në shëndetin e përgjithshëm. Gazrat janë një përzierje prej 59% nitrogjen, 21% hidrogjen, 9% dioksid karboni, 7% metan dhe 4% oksigjen që ndodhet për arsye të ndryshme, duke filluar nga ajri i gëlltitur deri te reaksionet kimike të zorëve. Gazi duhet të largohet disi, prandaj zora e trashë është mënyra më e mirë për ta lejuar këtë. Jo të gjitha gazrat janë krijuar në mënyra të barabarta. Siç e dini, jo të gjitha gazrat mbajnë erë, prandaj në këtë video do të listojmë disa forma të gazdrave dhe domethënien e tyre. Gazrat pa erë. Sipas disa statistikave, shumica e përbërësve të gazdrave nuk kanë erë.
vetëm 1% e përbërësve shkaktojnë erë të keqe, dhe fajtorët në këtë rast gjithashtu mund të jenë edhe sulfuri, duke shkaktuar edhe probleme në zorë. Gazrat të tillë janë rezultat i ajrit të tepërt në trup dhe janë plotësisht normal dhe të shëndetshëm. Gazrat me erë të keqe. Ka shumë ushqime të pashëndetshme të cilat shkaktojnë gazrat që mbajnë erë, që do të thotë se gazrat me pak të keq erë nuk janë një gjendje brenda seriozes. Brokoli dhe mishi i kuq janë ndër faktorët kryesorë për këtë gjendje. Gazrat me erë shumë të keqe. Këtu duhet të brengoseni dhe jo vetëm për jetën shoqërore, por edhe për shëndetin personal. Gazrat me erë shumë të keqe mund të jenë shenjë ndonjë problemi serioz shëndetësor. Shumica e njerëzve nuk janë tolerant ndaj laktozës dhe nëse keni nivele të larta në këtë spektër, atëherë kjo i shpjegon këto lloje të gazrave. Gazrat e shpeshta. Zakonisht veganët përjetojnë në gazra të shpeshta si rezultat i ushqimeve të pasur me karbohidrate të cilat konsumojnë, sidoqoftë nëse përjetoni fryrje të barkut, ose nëse era e keqe ju shoqëron në gazra të shpeshtë, atëherë duhet të shkoni tek mjeku sepse mund të jeni alergjik edhe ndaj ushqimeve specifike. Vlen të cekët, sipas një studimi të kryer në Universitetin e Exeterit, thithja e sasive të vogla të gazit mund t'ju mbrojë gjithashtu edhe nga komplikacionet tuaja shëndetësore. Gazrat janë pjesë normale e jetës dhe nënkuptojnë edhe ndryshime natyrore të sistemit tretës të shëndetshëm. Gazrat në trup duhet të dalin, përndryshe ju do të ndjeni të fryrë si tullumbace e mbushur tepër. Shumica e njerëzve lëshojnë gazra midis 14 dhe 23 herë në ditë. Kjo mund të tingëllojë si shumë, por shumica e tyre janë pa erë dhe relativisht të padukshme. Është e zakonshme që njerëzit të ndjehen sikur lëshojnë gazra më shumë se sa të tjerët, por zakonisht është e pavërtetë. Sasia e gazit që kalon është ajri i gëlltitur. Ju gëlltisni ajër gjatë gjithë ditës, kur hani, pini ose flisni. Gazrat të tjerë prodhohen në traktin tuaj tretës pas ushqimit që ka filluar të tretet. Sasia e tepërt e gazrave mund të ndikojë gjithashtu edhe në jetën tuaj sociale. Është e rëndësishme që nëse vuani nga shqetësime të forta të gazrave që vinë me dhimbje barku dhe me aroma të rënda, duhet t'i adresoni ato tek mjeku juaj përkatës, pasi mund të vuani nga shqetësime të ndryshme shëndetësore. Kjo është veçanërisht e vërtetë. Edhe pse gazrat janë pjesë normale e jetës, ato mund të jenë të përshtatshme në shumë raste. Nuk ka asnjë mundësi që t'i ndaloni ato, por ekzistojnë mënyra për të zvogëluar sasinë e sistemit tuaj për të evituar gazrat e tepërt. Hani më ngadalë dhe gjithashtu e përtypni më mirë ushqimin. Shumica e gazit në trupin tuaj është ajër i gëlltitur, ndërsa është e pamundur të shmanget gllabërimi i ajrit, sidomos gjatë kohës që gëlltisni edhe ushqimin. Kur hani shpejt, ju gëlltisni shumë më tepër ajër sesa kur hani ngadalë. Kjo është veçanërisht e vërtetë duke ngrënë me lëvizje të ngadalta, shmangni ngrënien gjatë përfshirjes së aktiviteteve të tjera si ecja, drejtimi i makinës ose biçikleta. Mos përtypni çamçakës për të zvogëluar sasinë e gazrave. Njerëzit që përtypin çamçakës gjatë gjithë ditës gëlltisin shumë më tepër ajër se ata që nuk e bëjnë. Nëse jeni të shqetësuar për mbajtjen e frymës suaj të freskët, provoni të hani në vend të kësaj një energjik pa sheqer. Një larje e gojës me veprim të gjatë mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e bakterieve që shkaktojnë erë të keqe të gojës suaj. Mos hani ushqime që prodhojnë sasi të tepërt të gazrave. Disa ushqime prodhojnë më shumë gaz se sa të tjerat. Karbohidratet e caktuara janë në fajtor të zakonshëm, përfshirë këtu edhe fruktozën, laktozën, fibrat e patretshme dhe nisë shtenë. Këto ushqime janë të fermentuara në zorë dhe kanë një histori të shkaktimit të problemeve të tretjes. Shumë njerëz me sindromen e zorës së irrituar eksperimentojnë me një dietë të ulët dhe gjithashtu, gjë që shmang sheqernat e fermentueshëm, për të evituar kështu edhe problemin e gazrave. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.